Shqipëria ngjan se është ndëruar në një lepatriçe të pastrimit të parave të pista. Ndër vite, krimi organizuar sillte miliona euro përmes kufimeve toksor, të fshehura në çanta apo automjete të ndryshme. Paratë e kokainës investoheshin në kulla të larta në Tiranë, apartamente luksoze, vila në Bregdet apo resorte vezulluese. Në pamje të parë, ekonomia dukej sikur rritej me ritme të shpejta. Sot, mënyrat e pastrimit të parave nga organizatat kriminale janë sofistikuar ndjeshëm. Valigjet me euro nuk shpërthejnë më kufit, por rrallohen çdo ditë më shumë rastet kur miliona transferohen me shofer të besuar. Parat sot po investojnë në kriptomoneda, ndërsa nuk mungojnë rastet kur milionat janë ngurtësuar në lingota ari. Ky është Aurel Hoxha, alias Aurelinho Colaveri, i shpallur në kërkim nga SPAK si urdhërues i rrëmbimit, vrasjes dhe zhdukjes së trupit të Klevis Lleshit. Eshtrat e të riut u zbuluan krejt rastësisht në një fshat të Kurbinit, nga ku pas zbërtimit të aplikacionit në Sky ECC, u zbuluan të dhëna se urdhri ishte dhënë nga Aurelinho Colaveri. Vrasja rezulton të jetë kryer në shenjë akmarrje për vrasjen dhe më pas djegjen e vëllait të tij, Agim Hoxha, në Britaninë e Madhe. Pas kësaj ngjarje, teksa autori i krimit Arben Lleshi u arrestua, u vranë dy xhallarët e tij, si dhe u zhdukën dy kushërinjt, mes tyre edhe Klevisi, eshtrat e të cilit i zbuloi rastësia, jo një hetim i thellë penal. Në sagën e gjatë të hakmarrjes, brenda në burg u ekzekutua edhe Arben Lleshi, teksa përgatitej për hakmarrje, duke ekzekutuar një nga një djemtë e familjes Lleshi, Aurelinho Colaveri, ishte shndërruar në një lojtar kryesor në trafikun e kokainës. Rezulton se në komunikimet Sky ECC të Aurelinho Colaverit përftohen të dhëna se ky shtetas është i përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike nga vendet e Amerikës së Jugut drejt vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe Shqipëri. Nga ky aktivitet i paligjshëm dyshohet se janë krijuar të ardhura monetare të cilat kanë shërbyer për investime në aktivitete tregtare, pasuri të paluajtshme dhe pasuri të luajtshme. Me paratë e drogës, ai dyshohet se financoi jo vetëm vrasjet e pjesëtarëve të së njëjtës familje, por arriti të krijonte një skem perfekte të pastrimit të parave, duke ndërtuar një perandori biznesi pa rënë në sy. Monopol ishte lokali në pronësi të tij, ku kalonin natën vajza të showbizit, njerëz të biznesit, por jo rrallëherë edhe zyrtar të policisë. Më datën 29 mars 2020, Aurelinho Colaveri komunikon në Sky ECC me përdoruesin e një kodi PIN ende të paidentifikuar. Me këtë person, Colaveri dyshohet se kryen biseda me qëllim transferimin e sasive të ndryshme të parave nga vendet e BE-s drejt Shqipërisë. Personit në fjalë, Aurelinho Colaveri dyshohet se i kërkon që t'i kaloj 55.000 euro në Belgjik dhe Colaveri t'ja jap këto para në Shqipëri. Por teksa gjen mënyrat e reja për të sjellë parat në Shqipëri dhe për të investuar në pasuri të paluajtshme, Aurelinho Colaveri vazhdon aktivitetin e trafikut kokainës. Ai në vazhdimsi tregon në lidhje me mundësitë që ka në shtetin e Brazilit për trafikimin e sasive të konsiderueshme të narkotikëve, ku shprehet gjithashtu që personat me të cilët ka kontakt në Brazil kanë potencial dhe lidhje me punonjës të policisë, sepse ka pasur raste që edhe pasi u kanë sekuestruar sasinë e narkotikëve, kontaktet e tij e kanë nxjerrë këtë lëndë nga policia. Aurelinho Colaveri dërgon mesazhet, të fuqishëm janë aq sa e kanë kap mallin në Brazil. Kanë marrë prap në polici, po s'ka lidhje forca. Duan firmë me firmë. Bisedat për transferimin e parave të drogës bëhen të shpeshta, por po kështu edhe për transferimin e parave të pista të fituara nga kokaina, siç është edhe kjo më poshtë, ku Aurelinho Colaveri kujdeset që të transferojë një sasi të madhe parash në Shqipëri. Por fillimisht duhet të gjejë një transportues, dhe pasi ta ketë gjetur, i duhet të mendojë edhe për rrugën më të sigurt se nga ku do të kalojnë parat. Më datë 1 maj 2020, Aurelinho Colaveri komunikon me një të njohurin e tij të paidentifikuar. Ai dyshohet se kryen komunikime në lidhje me transferimin e sasive të ndryshme parash nga Gjermania, Franca dhe Italia drejt Shqipërisë. Transferimi i sasive të parave bëhet duke përdorur automjete të tipit kamion dhe paguhet një sasi parash për transportimin e vlerave monetare, duke u referuar distancës dhe sasisë së parave. Vëllat të bëjnë punë në Gjermani lekët, se gjejmë prap transfer nga Gjermania. Këtu i ndërrojmë o ty jo unë pa problem. Lekët i marrën me kamion në Lyon. A mund të kaloj ky kamion në Kalabri të mi marrësh 600.000 euro? Ja japim një 3-4 milion lek. Në një tjetër bisedë po në Sky ECC, Aurelinho Colaveri po mendon si të kalojë tashmë një shumë parash nga Spanja, ku ai vjetre se ka një rrjet të gjerë bashkëpunuesish
të cilët delse janë gjithmonë në shërbim të tij. Ndoshta e vetme mënyrë për të, duke sakrifikuar edhe disi nga pasuria e tij që të transferojë të sigurta para, të cilat më pas do të investoheshin në Shqipëri në biznese të ndryshme, por edhe do e ndihmonin për t'u hakmarrë për vrasjen e të vllajit në Britaninë e Madhe. Hakmarrje e cila, me kalimin e viteve, do të zhvendosej në Shqipëri dhe që do të merrte disa jetë burrash në pisin Leshi. Më datë 16 shator 2020 Aureliano Kolaveri, gjatë një komunikimi me një person të pa identifikuar në Sky ECC, i kërkon këtij të fundit që të kryej një transfer parash prej 24.000 eurosh me Spanjen. Hetuesit zbuluan pikërisht nga komunikimet këtu se Aureliano Kolaveri kryen transferta parash duke përdorur sistemin Hawala. Hawala është një sistem informal i përdorur prej shekuish në Indi dhe në vendet e botës arabe për transferimin e parave nga njëri vend në tjetrin, pa që nevoja që paratë të zhvendosen fizikisht. Skema funksionon mbi marrëdhënien e besimit dhe përfshin një rrjet agjentësh në shtete të ndryshme, të cilët pranojnë dhe shpërndajnë depozita për llogaritë e njëri tjetrit. Sistemi Hawala u përqafua shpejt nga personazhe dhe grupe të rrezikshme kriminale shqiptare, të cilët nëpërmjet këtij sistemi mund të shmangeshin sistemit bankar të transferimit të parave. Këtë duke e bërë nëpërmjet një ndërmjetësi të besueshëm që mban të shënuara shumat dhe u jep palëve nga një kod. Më datë 21 shtator 2020 Aureliano Kolaveri, duke biseduar në Sky ECC me një person të pa identifikuar, ky fundit e pyet nëse është i interesuar të pastroj parat, sepse ka një person që merret me krom këtu në Shqipëri. Janë pikërisht këto të dhëna të rëndësishme të këtij komunikimi që nxjerrin në pa faktin se Aureliano Kolaveri disponon shumë parash të pa justifikuara dhe kërkon t'i pastrojë dhe t'i fusë në sistemin e rregullt financiar, gjë që duket se në vazhdim e ka realizuar, ose të paktën ka mundur të pastrojë paratë e aktivitetit të tij kriminal në fushën e trafikut të ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Nga konteksti i përgjithshëm i bisedës, duke u referuar dhe bisedave në lidhje me transferimin e paligjshëm të shumave të ndryshme të parave, dyshohet që Aureliano Kolaveri regjistron pasuri në emrat e personave të tretë, veprim ky që synon qëndrimin jashtë monitorimit të agjensive financiare dhe largon dyshimin mbi të. Hetimet e mëvonshme të prokurorisë së posaçme zbuluan se perandoria e biznesit të Kolaverit përbëhej nga një duzinë apartamentesh të kushtueshme në rrugën Myslimshyri, si edhe nga 32 makina, mes të cilave edhe marka luksi, si Lamborghini apo Rolls-Royce. Paratë u investuan edhe në struktura në duke të ligjshme biznesi, mes të cilave edhe një kompani e këmbimit valutor, Monopol SHPK. Futja e agjensive të këmbimit valutor në biznesin e pastrimit të parave nuk ndodh për herë të parë në Shqipëri. Ky biznes quhet Bëllika, Çini dhe Keni, një pikë e këmbimit valutor, në duke e ngjashme me qindra të tjera, nga ato që gjenden në rëndom në kryeqytetin shqiptar apo në qytete të tjera të vendit. Exchange, që ishte vendosur në zonën më të frekuentuar të valutës në Tiranë, atë të njohur si dollari, që nuk do të kishte asnjë dallim nga simotrat e saj. Kjo, nëse një hetim i prokurorisë së posaçme nuk do të kishte vërejtur se pikërisht këtu, një organizatë kriminale ndër më të rrezikshmet në Shqipëri dhe jashtë saj, po pastronte paratë e saj. Organizatë e cila, nëpërmjet kësaj pike të këmbimit valutor në duke pare të zakonshme me ato që i rrinin për bri, kishte mundur të shpërndante miliona euro për llogaritë të dy vëllezërve, të njohur si ndër personazhet më famkeq të krimit në Shqipëri, pikërisht vëllezërit Francë dhe Hajdar Çopja. Por si mundën vëllezërit, emri të cilëve lidhet me të paktën 7 vrasje në Shqipëri, si dhe me narkotrafikun ndërkombëtar të kokainës nga Amerika e Jugut drejt Evropës në vitet 2018-2022, të pastronin shumë të mëdha parash, qoftë edhe nëpërmjet një exchange, që paradoksalisht ndodhej pikërisht përballë Bankës së Shqipërisë. A ishte kjo e vetmja mënyrë me anë të së cilës organizata të tilla kriminale kryenin pastrimin e parave të pista, që më pas u përdorën në sektorin e ndërtimit, duke u kthyer më tej në të pastra, apo ka dhe forma të tjera dhe cilat janë ato? Si u mund të zbulohej pika e këmbimit valutor, Bëllika, Çini dhe Keni, që duhet thënë se ishte kthyer në një bankë të paligjëruar, nga ku organizata e Çopjave organizonte një pjesë të aktivitetit të saj të dyshimit financiar. A bëhej kjo veprimtari nëpërmjet transfertave të rregullta të parave, apo nëpërmjet një skeme, e cila siç sot zbulohet më tej, është e jetë efikase në Emiratet e Bashkuara Arabe, aty ku në Dubai, vëllezërit Çopja janë strehuar dhe kanë drejtuar aktivitetin e tyre kriminal, të paktën deri në vitin 2023, ku njëri prej tyre, Franz Çopja, i njohur për egërsinë e tij ndaj kundërshtarëve, u ekstradua drejt Belgjikës, me kërkesë të autoriteteve të këtij vendi, ndërkohë që Hajdar Çopja, i njohur ndryshe si Hajdar Bako, Hajdar Hysa apo Dari, vazhdon të jetojë në Dubai. Po për të kthyer te pika e këmbimit të valutor në zemër të Tiranës,
aty ku shumë kambis të bëjnë thirrje për valutë dhe mënyra se si një pikë exchange shërbente si transakcion për paratë fituara në mënyrë të paligjshme nga ana e organizatës kriminale të çopjave. Grupi hetimor zbuloi se në fakt kjo pikë e këmbimit valutor më së shumti shërbente si një vend depozitimi për paratë e organizatës. Kjo pikë e këmbimit valutor e regjistruar si B Lika, Çimi dhe Keni në pronësi të shtetasit Bashkim Lika, 55 vjeç, dhe Malklen Micit, 45 vjeç, të dyta arrestuar në gusht të vitit kaluar në akuzën për pastrim të parave të kryer në bashkëpunim në formën e organizatës kriminale. Paratë të cilat, më pas, nëpërmjet një skeme jo dhe aq të komplikuar, u jepeshin personave të ndryshëm dhe shpërndaheshin nëpërmjet kosteve të vogla. Pra në një farë mënyre, pika e këmbimit valutor shërbente thjesht si një fasadë për grupin kriminal. Ndërkohë që në bisedat midis Franz Shopjas dhe Malklen Micit, të zhvilluara në Sky ECC në vitin 2021, kreu i grupit kriminal i kërkon bashkëpunëtorit të tij të gjejë 300 kg flori. Kjo si e vetmja mundësi që paratë e fituara nga aktiviteti kriminal t'i shndërrojë në kallëpe ari, me qëllim që ta ketë më të lehtë më pas t'i fsheh apo t'i konvertojë në para në momentin që ato do të duhen. 14 janar 2021, Franz Çopja Gergyli i kërkon Malklen Micit t'i gjejë 300 kg flori. 2 ditë më vonë, Mici i dërgon Franz Çopjas mesazhin me këtë përmbajtje, erdhën 30 kg, nga Marta t'i sjell flori. Në vijim, Franz Çopja kërkon sërish 300 kg flori të tjerë që sipas Micit shkojnë në vlerën e 15.4 milion euro, ndërkohë që Mici i shkruan, fute ku të duash, e vetmja gjë që sprishet kjo është. Si kundur u pa edhe nga hetimi, kjo nuk do t'ishte hera e parë që Franz Çopja kërkonte nga bashkëpunëtori i tij t'i gjente lingota ari, të cilat bliheshin me paratë që ishin fshehur në pikën e këmbimit valutor përballë Bankës së Shqipërisë. Hetim nga ku në llogarinë e organizatës kriminale Çopja u sekuestruan edhe 10 milion euro kriptovalutë. Portofoli që tashmë është në ruajtje në një bankë të nivelit të dytë në Belgjik. 24 shkurt 2021, Franz Çopja i shkruan Malklen Micit, ku i kërkon t'i gjejë 500 kg flori. Mici nga ana e tij i dërgon një foto ku dallohen lingota ari 24 karat, nga ku krijohet dyshimi i arsyeshëm se Malklen Mici ka bler për llogari të Franz Çopjas 500 kg flori në 500 lingota ar 24 karat. Sigurisht që sekuestrimi dhe bllokimi i një sasie të tillë kriptovalute ishte një sukses i madh për SPAK, kriptovaluta, të cilat më pas përdoren në sektorin e ndërtimit apo edhe në sektor të tjerë me rëndësi për ekonominë. Dorina Bejko, drejtuese në sektorin antikorrupsion në SPAK, thotë se një ndër bizneset që cilësohet me risk të lartë për pastrimin e parave janë pikërisht edhe pikat e këmbimit valutor krahas sektorëve të tjerë. Sektorët që shfaqen si sektor me risk të lartë për pastrimin e parave janë pikërisht sektori i investimit në pasuri të epalueshme, sektori i ndërtimit, shoqëri tregtare, zyrat e këmbimit valutor, por së fundmi ajo që është edhe risi që ka rezultuar nga hetimi i çështjeve të përkurisë posaçme është edhe investimi në kriptovaluta. Procesi i pastrimit të parave pra fillon me futjen dhe përdorimin e keshit në sistem. Tashmë është evidentuar dhe përdorimi i kriptomonedave, pra si një formë e re e pastrimit të parave. Pra grupet kriminale tashmë gjithnjë dhe më shumë po përdorin edhe kriptovalutat, jo vetëm për të bërë pra pagesat për blerjet e sasive të konsiderueshme të lëndëve narkotike, por edhe për të investuar këto të ardhurat që kanë krijuar nga ky aktivitet i kundërligjshëm në portofolet digjitale pra në kriptovalutat. Elvis Shela, nga fshati Fatish i Peqinit, mund të konsiderohet pa frikë si Pablo Escobar shqiptar. Ai ishte një emër thuajse i panjohur nga autoritetet në Shqipëri, pasi ishte vendosur në Paraguay, ku kishte krijuar lidhje të forta me krerë kartelesh dhe organizata që ai drejtonte. Mund të konsiderohet më e rëndësishme e goditur deri më tani nga SPAK. Elvis Shela dhe vëllezërit e tij, Albini, Rizai dhe Ardiani, kishin arritur të krijonin një perandori ekonomike. Në Sky ECC, ai mburri se kishte bërë 100 milion euro, por shprehte shqetësim për transferimin e tyre në Shqipëri. Por bashkëpunëtori i tij më i ngushtë, Franz Çopja, e këshillonte të investonte në lingota ari, ashtu siç në fakt ai po bënte edhe vetë. Franz Çopja orienton Ervis Qelën që të investoj parat në lingota ari dhe të mos i gropos pasi rrezikojnë të dëmtohen. Shok, mora 3.8 milion sot në Tiranë, kam 200 ullinj në mal, duen futur me ndonjë qyp, se ullinjt rrojnë shumë, kthej në Flori, mos i fut lekët në tokë, më dëgjo mua, s'ka Flori, duhet me grabit ndonjë bank, duhet me porosit nga Afrika.
E di që s'ka, do flas unë me njërin, mos na i sajon, por mblidhja vash, por mos fut lek në tokë se prishen. E di që prishen lekët. Pyete, sa të ketë 100-200 kile. Është pikërisht një nga këto biseda me Franz Shopian, ku Ervis Çela i tregon atij se është duke blerë 2 portofole, me qëllim investimin në kriptomonedha. Portofol që sipas tij ka shifrën e 14 milion dollarëve, nga ku në një vit do të arrijë të fitojë rreth 2.5 milion dollar. Kriptovalutat janë pastaj përkthyer materializuar në lingotari, por ajo çka unë do duhet të ndaja me ju që prokuroria e posaçme nuk është se ka pasur kapacitetin e nevojshëm për të bërë të mundur sekuestrimin pra bllokimin e këtyre kriptovalutave. Tashmë, për shkak edhe të ecjes në kohë, prokuroria e posaçme në saj edhe të trajnimeve, ekspertizave të specializuara, ka një kapacitet të plot, më të mirë se çka pasur përpara për sa i përket hetimit dhe sekuestrimit të kriptovalutave. Por, do t'ishte e pamendueshme që një organizatë kriminale të kujdesej vetëm për fitimin e parave dhe jo për fshehjen e tyre. Gjë që sipas hetimit të SPAK, është parë vetë mënyra e sofistikuar se si janë menaxhuar kohë pas kohe të ardhurat financiare që ky grupim kriminal ka mundur të fitojë nga trafiku ndërkombëtar i drogës. Ndërkohë që prokuroria e SPAK Dorina Bejko thotë se rasti i sekuestrimit të një portofoli prej 14 milion euro për llogari të Franz Shopia nuk është rasti i parë i gjurmuar dhe i sekuestruar me sukses nga prokuroria e posaçme. Pasi një tjetër portofol me kriptomonedha në vlerën 15 milion euro, thuhet se është sekuestruar, por që për arsye hetimi nuk bëhet e ditur se kujt organizate kriminale i përket. Përveç rastit pra që ka të bëjë me një operacion të zhvilluar në vitin 2004, pra të vlerës 11 milion dollar në valutën tether dhe në llogaritë Binance, prokuroria e posaçme pas këtij operacioni, duke përdorur edhe programe të avancuar për sa i përket analizës të transaksioneve të kryera në kriptovalutë, ka mundur që të identifikojë edhe sasira të tjera në formën e kriptovalutave në një vlerë rreth 15 milion euro, duke bërë në total pra sasinë e kriptovalutave të sekuestruara 26 milion euro. Por duke u kthyer rasti të kapjes së sasive të mëdha të parave në një prej pikave të këmbimit valutor në Tiranë, që u zbulua pas bisedave të zhvilluara në Sky ETC midis Franz Shopias dhe Maklenicit, edhe pse e pranojnë që numri i pikave të exchange në Shqipëri ja kalon 2 fishe dhe Britanisë së Madhe, sërish ka nga ata që nuk e shikojnë si një fenomen të përhapur. Sipas Dretan Bakaj, drejtor ekzekutiv i shoqatës kombëtare të zyrave të këmbimit valutor, edhe pse rasti i fundit tregoi se agjencitë e këmbimit valutor përdoren nga organizata kriminale, është gati e pamundur që pikërisht nga këtu të bëhet pastrimi i parave në formë të ligjshme. Zyra këmbimi valutor të licencuar në Shqipëri janë mbi 650. Ne nuk mendojmë që është një fenomen i përhapur, janë rastet që mund të jenë evidentuar edhe në media dhe nëse shikojmë edhe vlerësimin kombëtar të riskut pastrimit të parave, zyrat e këmbimit valutor nuk janë vlerësuar me risk. Pastrimi i parave në zyrë nuk ndodh. A mund të kemi pastaj raste kur persona të caktuar mund të hapin, mund të blejnë, mund të zotrojnë një zyrë këmbim valutor në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthorë dhe pastaj këtë si aktivitet ta përdorin për pastrim parave, patjetër ekziston si mundësi. Por ai pranon se këto agjenci janë më të cënueshmet për sa i përket kërcënimeve që vijnë nga organizatat kriminale. Edhe pse për të pastruar para brenda një agjencie të këmbimit valutor, mundësia do të ishte zero për shkak të limitit të vendosur të transaksioneve. Zyra e këmbimit në procesin e pastrimit të parave në vetvete nuk e mbyll dot. Pra nëse ke 100.000 euro të palishme, do i kthesh në lek, pa diskutim e ndihmon procesin dhe vështirëson hetimin nga pikpamja e agjencive ligjzbatuese, humbet gjurmëshmërinë dhe elementë si këto, por në thelb përsëri ato para të zeza do t'i kesh, pa të papasa do t'i kesh. Pa diskutim për shkak të numrit të lartë, nivelit profesional mund të jenë vulnerabël për të keq përdorur nga individ, të cilët mund ta shfrytëzojnë këtë, po themi, vulnerabilitet të këtyre zyrave apo pa mundësi për të pasur sistemet me filtra kundër pastrimit të parave. Megjithatë, jemi larg të quajtur fenomen. Por edhe për sa i përket kriptovalutave, të vetmit që mund të kenë mundësi për të krijuar një portofol janë organizatat kriminale, që e kanë gjetur si një mënyrë për të qenë më të qetë për sa i përket sigurisë së tyre. Në një kohë kur edhe agjencitë ligjzbatuese janë bërë më investiguese në punën e tyre dhe e kanë ndalur fokusin
pikërisht te kjo mënyrë e sofistikuar e investimit. Aktiviteti i zyrës të këmbimit valutor nuk ofron kripto, por persona që zotronin zyrën e këmbimit valutor kanë pasur llogari në kripto përmes platformave të ndryshme. Pra, nëse flasim për Lika SHPK apo si e ka emrin zyra, këto transaksione o duhen kryer përmes sistemit bankar, gjë që është vështirë të ndodhi në shumë në vlerat e tilla, ose do kryhen cash në zyrë, gjë që nuk rezulton të jenë kryer cash në zyrë, rezulton që janë kryer përmes transaksioneve në kripto apo përmes në cash nga zotruesi i zyrës. Përsa i përket kriptomonedave, do të thoja që kjo mund të jetë e ardhmja e pastrimit të parave. Këtë aspekt, organet e ruajtjes e zbatimit ligjit do jenë gjithmonë mbrapa, sepse janë transaksione shumë të shpejta, janë ndërkombëtare dhe janë të kamufluara me disa shtresa sigurie që është vështirë ti interceptosh edhe pastaj ti thyesh. Kjo sjell në atë që zbulimi do jetë disa vite mbrapa pastrimit. Por një nga skemat e cila gjerësisht njihet si një formë transaksioni e parave të krimit është edhe hawala, e cila shërben për të financuar tregtarët e kokainës, nëpërmjet letrave ku shënohen shumat që duhen transferuar dhe korrierëve që kryen transfertat, ku ai që shërben si ndërmjetës është një njeri i besuar që mban shënime për çdo shumë që do të transferohet. Kuspak arriti të dokumentoj se vetëm përgjatë 2 viteve nëpërmjet sistemit hawala në Shqipëri janë transferuar miliona euro, apo nëpërmjet transaksioneve të kriptovalutave, para të cilat u provuan se me urdhër të Ervis Çelës ishin transferuar për llogaritë organizatave të tjera kriminale të shtrira në Europë, Emiratet e Bashkuara Arabe, deri te tek vendet e Amerikës Qendrore dhe Amerikës Jugore, çka ka nxjerrë në pa edhe punën e vërtetë që bëjnë disa agjenci të këmbimit të valutor në Shqipëri, të cilat, edhe pse kanë qenë pjesë e inspektimeve të Bankës së Shqipërisë, kanë shërbyer si vend depozitime të parave të pista. Ervis Çela i tregon vëllait të tij se ka grumbulluar më shumë se 100 milion euro. Ervisi i shpjegon se sapo ka nisur një punë të madhe, punë e cila dyshohet se i referohet 3 kontenjerëve të sapo nisur drejt një porti në Paraguay. Ervisi dërgon dhe bisedën që ka realizuar me Petrit Lakatos me pseudonimin iPhone, i cili kërkon të bëjnë pushim pasi janë të lodhur nga shkarkimi i lëndëve narkotike, ndërkohë që Ervis Çela i shkruan se do të mbysë Europën me kokainë. Ervis Çela i shkruan të vëllait Albin Çela, i bëre 30 milion euro, rreth 1 milion euro janë kartë moneda të vogla. Llogari e dërguar nga Franz Gergely, 2 milion euro kapitan, 1 milion euro Tony Stark, 3 milion euro kapitan, 50 buk her 27.000 euro, 1.350.000 euro, total mbetje 12.696.200 euro. Sipas pak, një nga këto sisteme që përdoren për qarkullimin e këtyre të ardhurave, që është përdorur si një formë e thjeshtë e dërgimit të parave në dorë në Shqipëri, por dhe si një sistem informal transferte, është edhe token, ose ndryshe sistemi hawala. Sistem që mundson transferim të shumave të mëdha të parave, pa u dashur të lënë gjurmë në sistemin bankar zyrtar, të paktën atyre të dokumentuara, duke reduktuar kështu ndjeshëm rrezikun e sekuestrimit apo evidentimit nga organet ligjzbatuese, nga ku besohet se me anë të token, një pjesë e mirë e parave janë dërguar në Bolivi, një shtet që, për shkak të nivelit të relativisht të ulët të kontrollit mbi sistemin bankar dhe financiar, si dhe pozicionit e tij gjeostrategjik, pasi kufizohet me disa vende që kanë dalje në det, përbën një pikë të favorshme për finalizimin e transaksioneve të palishme financiare. Në këtë mënyrë, rrjeti i dyshuar jo vetëm që arrin të menaxhojë në mënyrë të sofistikuar trafikun fizik të drogës, por edhe të qarkullojë dhe të pastrojë të ardhurat e përfituara përmes një skeme të mirë organizuar dhe të shumëfisht. Havala nuk është metodë e pastrimit parave. Havala është metodë e transportimit, pra e transferimit të lekëve dhe shkëmbimit të kryerjes së transaksioneve praktikisht mes individëve. Pra, po themi një lloj klirimi jashtë sistemeve financiare. Metoda havala mendoj që është një nga metodat më të sigurta pastrimit parave, sepse kanë atë thelb besueshmërinë, besimin, njohjen midis njëri tjetrit. Mendoj që duhet shumë e vështirë për të thyer dhe që kërkon hetim proaktiv edhe të kushtueshëm madje. Por ajo që besojnë ekspertët e ekonomisë është që një nga faktorët që ndikon në këto grupe kriminale, si në rastin konkret e Etiopjave, të kryen këtë lloj aktiviteti të transaksioneve të parave në mënyrë jo ligjore,
janë edhe hapësirat ligjore në legjislacionin shqiptar, ndërkohë që çdo organizatë kriminale me shtrirje nga Amerika e Jugut në Evropë, si pjesë e investimit të saj, patjetër që ka edhe shtrirje në infrastrukturës së transportimit dhe të shpërndarjes së parave të fituara nga narkotrafiku. Ky e ndihmuar edhe nga bashkëpunëtorët e shumtë në terren, ashtu siç në fakt u zbulua edhe rrjeti financuar për Franz Shopjas në Shqipëri, ku në gushtin e vitit 2020, ndërsa po kërkonte pikën e këmbimit valutor që ishte në pronësi të Bashkim Likës dhe Maklenicit, ngatroi adresë dhe për këtë shkak u detyrua të shkruante në Sky ETC. Teksa 3 burra u vënë në lëvizje dhe shkëmbyen detajet e fotografi përmes aplikacionit Sky ETC, me qëllim për ta orientuar atë drejt pikës së duhur, ku do të tërhiqte më pas 215.500 euro të ndara në 4 këste. Mesazhet e shkëmbyera në Sky ETC që 3 vite më vonë ranë në duart e SPAK, duke bërë të mundur një zbulim domethënës për evolucionin e krimit organizuar shqiptar. Hetime që dokumentuan ekzistencën e një grupi personash që e përdorin biznesin e këmbimit valutor si kamuflim, ndërsa kryenin në të vërtetë operacione të qarkullimit të shpejtë të parave për llogaritë të grupit Çopja. Ne kemi zyra sot në Shqipëri të licencuara në numër biznesesh, 2 fish me Mbretërinë e Bashkuar që 70 milion. Ky lloj fragmentizimi, pa diskutim, sjell standarde më të ulta në treg. Në kufit e mbijetesës apo në pamundësi për të zhvilluar biznes, mund të jenë edhe vulnerabel kundrejt përdorimit të tyre pastaj nga grupet kriminale. Si strukturë, normalisht të duhet një biznes i ligjshëm apo disa biznese të ligjshme, të cilët faturojnë njëri tjetrit dhe kalon pastrimin në disa shtresa, dhe pastaj të duhen edhe avokat, normalisht jurist, të duhen financier, të duhen edhe punonjës në sistemin bankar. Kjo do ishte një strukturë perfekte për dikë që kërkon të angazhohet në pastrimin e produkteve veprës penale. Por Elvis Çela dhe Franz Shopja nuk janë të vetmit që kanë përdorur sistemin Hawala apo token për të furnizuar rrjetin e tyre me para. Kjo metodë është përdorur edhe nga grupe të tjera kriminale. Është shumë e rëndësishme që dhe nga ana e qeverisë të plotësohet kuadri ligjor për sa i përket portofoleve digjitale, sepse aktualisht Agjencia e Administrimit të Pasurave të Sekuestruara të Konfiskuara nuk është se ka një portofol digital për të menaxhuar asetet virtuale, por fakti që teknologjia është gjithmonë në evolim, është shumë e rëndësishme që kapacitetet timore edhe për hetimin e kriptovalutave duhet të ecë përpara, sepse në të kundërt do të krijohet një asimetri shumë e madhe ndërmjet autoriteteve ligjvatuese dhe krimit të organizuar. Por ndërsa arriti të kryej këtë goditje, SPAK ra edhe në gjurmët e një grupi të dytë që në korrik të vitit 2025 mundësoi transferimin e vlerave të konsiderueshme të parave që burim të tyre kishin trafikun e drogës nga Zvicra drejt Shqipërisë. Ku në krye të këtij grupi ishte Ervis Ferizaj, 47 vjeçari që në shtator të vitit 2024 u arrestua në qytetin e Lukernës në Zvicër me akuzën e trafikimit të narkotikëve, pastrimit të parave dhe grupit të strukturuar kriminal, ndërsa në Tiranë ai dyshohet se kishte 2 pika të këmbimit valutor në pronësinë e babait dhe bashkëshortes së tij. Kjo me qëllim për të kamufluar transferimin e parave të paligjshme nga Zvicra drejt Shqipërisë, para të cilat qarkullonin nëpërmjet sistemit Hawala për llogaritë të personave të tjerë. SPAK në hetimin e pastrimit parave përballet me një sër sfidash të natyrës strukturore, teknike, por edhe ndërkombëtare. E rëndësishme është që prokuroria e posaçme në hetimin e veprave penale krahas hetimit penal ka si prioritet edhe hetimin financiar. Sepse ajo çka është e rëndësishme nuk është e rëndësishme vetëm të çosh para drejtësisë dhe të ndëshkosh penalisht autorët e veprës penale, por njëkohësisht të sekuestrojmë dhe të konfiskojmë të ardhurat e paligjshme që ata kanë krijuar nga ky aktivitet. Por, për juristin Ermal Yzeiraj, e rëndësishme është që pasi të kemi zbuluar produkte të veprës së tillë penale, të pastrimit parave, sidomos në kriptovalutë, shteti shqiptar të jetë i aftë që këto para, nëpërmjet marrëveshjeve me partnerët e saj, t'i rimbursojë, dhe këto të mos mbeten kriptovaluta në portofolin e shteteve të tjera, që janë po aq të interesuar t'i kenë. Mendoj që këto lloj bashkëpunimesh për ruajtjen e këtyre produkteve të veprës penale duhet sigurohen mirë me marrëveshje ndërmjet palëve. Në fund të hetimeve dhe të proceseve gjyqësore, të gjitha shtetet mund pretendojnë që ai është produkt i veprës penale që më takon mua si shtet, për shkak të jurisdiksionit që unë pretendoj në lidhje me veprën, autorin, grupin e strukturuar etj. Etj. Por ne duhet sigurohemi në kushte që nuk kemi kapacitet teknik për t'i ruajtur, që kemi një marrëveshje të sigurt që do na i kthejmë mbrapsht këto produkte
në rast se personat konsiderohen shpallën fajtore me vendim formës prerje.